Mirë se të gjeta në kuzhinë. Mirë se erdhe. Me produktet gati. Mirë se erdhe. Mirë se po na shikoni. Kush është duke në ndjekur dhe është duke agjëruar, i urojmë vazhdim të mbarë të këtij muaji të agjërueshëm, qoftë i pranuar, por gjithsesi nuk duhet të gaboni në përzgjedhje, si tek syfyri, si tek iftari, në zgjedhjen e ushqimeve, në mënyrën se si janë ca pyetje, jo duhet të pim kafe apo duhet të pim kafe, jo sa ujë, jo hurma, të bëjmë punë, s'bëjmë punë, zgjidhja e karbohidrateve, perimeve në menu të ndryshme e me radhë. Kështu që her pas here e sjellim këtë tematik edhe për procesin e asaj që ndodh si autofagi në trup. Pra, nuk jam e edukuar. Po. Nuk janë rregulla të shkruar ata arta, por që vinë pikërisht nga proceset dhe eksperienca e vazhdueshme. Por, një ëmbëlsirje duhet, ndërkohë. Sigurisht. Një ëmbëlsirje duhet. Nisni pavarësisht është ushqimi që ju konsumoni një herë në ditë dhe normalisht që ju duhet në sheqernat. Qysh tek si, pastaj ajo nuk është në pjesën time, por unë them, sot bëjmë një revani me kadaif. Revania është ama për mielin. Për mielin mos më pyesin fare. Fare. Kam thënë një herë dhe disa herë, sa herë që dal, për mielin. Ja, këtë Olën. Ola mua me zgjidh të gjitha. Dyshimet e mia, pikpyetjet e mia, si duhet i tha, duhet i amballazhuar, si është konsistenca e miellit. Gjë që Lida Kaleandroni këtu na dhe merre me shërbetin këtu. Vazhdo me shërbetin se unë do të lexoj përbërësit tani, është momenti që të bëj një unë vendos pra. Shërbeti si është masa. Tek shërbeti kam me çfarë mase e nis, me këtë gotë që e nis, me këtë mbaroj. Pra kam 3 gota të tilla. Po. Normalisht dhe masën e sheqerit po të jetë e tillë. 3 gota të tilla. Dhe i heq direkt më njanë. Një përzierje të mirë të shërbetit. Që të trashet, të shërbetose. Çfarë na duhet? Që të jetë edhe shërbeti pak më i mirë, më shije, patjetër që ne mundem të shtojmë pak gjalp. Tani, mos pysh amballazhimin e kam këtu, por më pëlqen të tregoj edhe mjetet e kuzhinës, enët e kuzhinës, ku i mbajmë për t'i ruajtur si duhet. Shkova dhe më tutje unë, ja një sekond, ja. Qa i shtojt gjalpit e një shërbetit? Po, është jepa të shkëlqimin e duhur, duhet patjetër, shtojmë pak edhe, po të doni ju mund të shtojmë pak limon, por nuk e kam baklava. Por, mund të shtoj pak vanilje. Vanilje, që është kristal. Dhe, e lë, të vazhdoj procesit. Ndërkohë, përbërës të tjerë, i lexojmë së bashku, se çfarë ju duhet për përgatitjen e revanis me kadaif dhe me sherbet. Për sherbetin ju treguam masat, ndërkohë për pjesën tjetër na duhen 4 vezë, 1 gotë sheqer, 1 gotë vaj, 100 grama arra të grira, 1 gotë miell, 1 pako pluhur pjekës, 1 pako sheqer vanilje, 250 gram kadaif. Sherbeti ka 3 gota sheqer, 3 gota ujë, po deshet pak gjalp, limon për shtesa këto. Vazhdojmë tani me përgatitjen. Vezët të bardha të kuqe si të dëshironi ju, mesataret, nëse janë XL, sepse i kemi të gjitha masë, Vital ka XL. Në varësi të llojit të shpendëve që... I ka të gjitha masat. Po i ka, si puna e veshjes tonë, për shembull, unë jam diku te largjë dhe mes, largjë dhe XL jam. Në rritje. Kurse, po, edhe unë të e kam medium. Pa tjetër në rritje. Dhe 4 më duhen. Nëse keni të mëdhaja, mund të vendosni edhe 3. Por, çfarë bëri 3, çfarë bëri 4, mosu... Nuk është e prishim punët e... Jo, nuk bëndojnë diferencë të madhe, varet nga madhësia si që tamë. I përzijej mirë, e normalisht kjo e verdha mezisht përbëhet, dhe dimja. Prandaj marrim telin e rahës, bëjmë një shpërbërje shumë të mirë të vezës,
do të shtoj vajin, ila këtu që të kem edhe dëgjoj, mund të vendosen edhe atë farinapë, se nuk e di unë pse më shumë burr këtë dora këtu, bam tek të gjitha dhe ja, për gjithë përdorimet. Po është më praktike dhe e di shumë mirë që ju e keni të gjithë në shtëpi, mielin për gjitha përdorimet. Por nuk harrojmë sepse kemi dhe farinapë që është i kuq, është portokallia, është edhe e verdha. Po. I përzjetan. Në varësi të aromave që përmban. I përzjetan. I gatshëm, kështu që e kuqja është pa aromë. Kurse ka portokalli, që është portokallia, dhe e verdh ka vanilja. Aromën e vaniljes. Shtoj tani këtu vaniljen. Po është edhe plurin pjekës. Një trazim i mirë. Dhe masën e miellit. Pra, me çfarë nis, me atë e bitis. Po, më shkoj dhe me rim. Opja, i heq këtu, i heq, s'është problem. Na duhet një trazim i mirë që të mos na kokrizohet mielli, bashkë me vezët, me pjesët e lëngshme të përzierjes. Ja. Do t'i shtojmë edhe arrat, gjalpin po ashtu, do t'a pjekim fillimisht dhe më pas do t'i shtojmë sherbetin. Nëse e shikoni që masa është pak më e trash, një trazimin mirë, ndoshta pak vaj, mund ta zbucte, gjalpin do t'ja shtojmë po ashtu. Dhe më pëlqen që ta kem vetëm me vaj. Ja. Patjetër që japi një konsistencë akoma po mirë, kush e tha, për shembull, që unë mos të marr pak qumë shtradite. Kush e tha? Vendosen pak qumë shtradite, kur ju shikoni që masa është kaq e trash, për shembull, shtoni pak qumë shtradite. Nga ferma në shtëpitë tuaja. Ne na duhet edhe për ta përdorur në receta të tjera, ndaj e kemi dhe qumshtin këtu, se dihet që vendin edhe pas hapjes së bidonit në frigorifer. Po. Por është mbi tryezë sepse do ta përdorim për recetën e dytë, do ta zbulojmë pas pak se çfarë përgatisim. Shtojmë edhe arrat. Të jetë. U pak nxehtësinë këtu. Po. S'ka nevojë në blender që të ndihen. Të ndihen. Po, për shumë kjo është pak më e bërë, por nuk do thotë që është e prishur. Arap këmoj, syzes këmoj. Është më erët, më arap kur thua ti. Drejta se rrugë për ta tharë më shumë, për të mos e përdorur, megjithatë mirë është që çdo frut të thatë që duhet të përdoret, duhet të jetë pra, është e duhur, nuk është e prishur. Jo e ambalazhuar. Sepse e prishur normalisht ka të shijen e idhet dhe prish të gjithë shijen e gatimit. Kam këtu, dihet që kanë arrat kanë yndyrën e mirë, ka formën e trurit, si të shikoni. Po janë mbrekullitë e natyrës, lidhja e organeve dhe produkteve të jashtme, siç themi ne për shembull domatja për zemrën, se ka likopeni në shequr ka atë formën, siç themi arra për trurin, karota për retinën e syrit, edhe tjera, më kujtota. Një mbarova. Dhe këtu që ta themi, faktikisht në shije shumë të mirë. Selinoja për kyçet, aty e kam mundjen unë tani të bëj bashkangjitjen e mrekullive që ndodhin në aty ku vepron secili prej ushqimeve. Ajo është konsistenca, për ta treguar pak më nga afër. Po largoj këtë këtu se s'më duhet më. Tona, trajta ose konsistenca që i themi ne brumit është shumë e rëndësishme kur ne përdorim si për petulla, si për byrekun, si për çdo gatim tjetër me brumin. Tani do thoni, punimi për zjerja e duhur. Ju do thoni. Shtoj miell, shtoj vaj. Ja. Mua më pëlqen që çdo produkt, këto e ke hapur, besoj, është kështu. Që çdo produkt ta tregoj në syrin tuaj. Dhe kjo është mënyra se si unë i tregoj produktet. Do dhe pak. Këtë mos është e pak edhe miell, ja, shife. Shife, mielli thatë.
ngjyra e bardhë, një paketim i duhur, siç duhet. Kaq dhe është me e duhura. Kaq dhe është me e duhura, ja. Marr. Pas ka ndalë hithrat. Pas kemi hithra aty, ke Hithra, përvluar. faktikisht kam një byrek me spinaq, por Se mos i shtosh edhe hithra. se mos është edhe hithra. Tani fillojnë këto barishtet të lulëzojnë, kanë filluar, faktikisht jo fillojnë, kanë filluar. Dhe është investimi më i mirë në shëndet nëse nuk do t'i përdorni gjunaf se do t'i kin kot. Tani dalin kudo, përdorini lakror, në sallata të ndryshme, në supra, të gjitha llojet e barishteve. Ju keni diku te 250 gram. Që ta bëj pak më të veçantë dhe pak më interesante, E shtrojmë të gjithë, fije për fije, duke e ndihmuar që të jetë sa më. e ta marrë ta vendos në furrë. Ti Normalisht do largojmë bie niveli. lagështirën fijeve të kadaifit, ta pjekim pak të marri pak ngjyrë, sa ky proces të ndodh, ne shkëputemi për mesazhin promocional, vim përsëri Ne shumë jemi në shpejt. rregull me Po, me kohën. Në kushka goca. Rikthemi në pjesën e fundit, në kuzhinën e Reze Dielli. T'ju prezantojmë edhe një herë me recetat dhe me këngën më të fundit nga Alban. O kushka të dëgjova- goca, botën të ka. dëgjoja që po O ja këndoje shërbet gjithë për publicitetin. baklava. Urdhëro. Dhe shërbeti për baklava lum kushka goca me thënë drejtën. Kështu do një kadaifi, lum është lum. Kadaif, lum, jo me në shërbet, jo, është tamam, shërbeti është tamam i duhur, Pa. tu, goca zvetash, Kadaifi me... Ke dhe byrekun? Po do ta sill byrekun unë tani. Shude. Shifeni pak përthithja e shërbetit e shkëlqyer. Kemi vendosur kadaifin, e kemi pjekur, kemi vendosur kremin më pas sipër saj, e poqëm dhe më pas shtuam shërbetin. Këtë sqarim po e bëj për anvisat që nuk na ndoqën në pjesën e parë.